Njëri prej shokëve të Rasulit alayhi salam u shku te Rasulullah dhe i ka thonë ja Rasulullah, obligimet e Islamit më janë shumë, më bë shumë. Domethënë agjërimi, salah, haxhi, më bë shumë. Ky nuk ka lyp me zvoglu, ky ka lyp në diçka që ja lehtëson këtina mi kry obligimet që shdat. Ky nuk është shku te Muhamedi alayhi salam me thonë, a ban të shënë mi falë veç 3 vakte, ose a ban mininu veç do ditë për muajit Ramadan. Jo, ky tash ka lyp një këshill për Rasulit alayhi salam që me bë një vepër e cila më animon mua që mi kry obligimet që shdohet. Tani ka thonë Muhamedi alayhi salam, i ka thonë mos të teret gjuha jote duke e përmend Allahun. Domethënë rri vazhdimisht të e përmend Allahun, të bëj zikr, të thonë la ilaha illallah, të thonë subhanallah, të thonë Allahu akbar, të thonë elhamdulillah. Zikri ta lehtëson ty që ti mi kry adhurimet ma lehtë. Zikri, përmendja e Allahut ta lehtëson faljen. Zikri, përmendja e Allahut ta lehtëson agjërimin, ta lehtëson haxhin. Zikri ti lehtëson krejt adhurimet. E lutem Allahun azza wa jall me na bë për atyre që nuk na terret gjuha të e përmend Allahun, domethënë rrin gjuha e lagt gjithmonë. Ke pa kur je të fol, kështu rrin gjuha të e përmend Allahun azza wa jall. E lutem Allahun azza wa jall për çdo të mirë.